Të shkoj tek pyetja. Shiko, në vitin 2013 Edi Rama i bori e thirrë gjithë llumit dhe gjithë kriminalë. Unë kam punu drejtor policie. Kur kam dalë fushat, të lutem. Vetëm mos na çon aq larg, se s'kemi minutash. Unë kam qef mos më ndërprej. Me sa më gjohë unë nuk ndërprej, dhe nuk ndërpres asnjëri. I bori thirrë gjithë llumit se du të dal atje te mos mbështetja. Gjithë llumit, gjithë kriminalët, kur kam dalë fushat, kam parë se unë sa po kisha larguar pak vite nga policia, kam parë gjithë kontingjentën krahët e Edi Ramës, gjithë grupet kriminale. Pastaj, masi erdhin pushtet, që erdhi edhe me ato premtimet uje këto 24 gënjeu, pastaj 2017-ën s'pat nevojë më për premtimaj. I mori me bandit, me para i bleu. Shqiptarët nga 2013 që e la vetë Sali Berisha se po donte merte me dhunë, deri sot nuk kanë bërë zgjedhje të lira. Pra, nuk do të thotë se ne nuk kemi mbështetje. Aktualisht, këto sondazhe që ju thatë, unë i di se si bën sondazhet i kontrollon Edi Rama fatkeqësisht. Janë shumë, zoti Dogjanin. Prit. Po shumë i ke pa. Po mirë me qenë se janë shumë i ke pa se sondazhet nuk janë gjithë një lloj. Njëri që të pësën këtu, tjetri pëdën atje. Mirë, se mati është ajo. Gjithsesi Partia Demokratike nuk është në asnjërin prej tyre shumicë. Jo, se janë sa sondazhe që kanë qenë lart, pëdën se i ngre Rama i ka Edi Rama kontrollon çdo gjë. Kontrollon gjithçka në këtë vend. Dhe ky nuk është problem vetëm i joni. Unë nuk e kam për Aslan Dogjanin, unë e kam për Shqipërinë, unë e kam për komin shqiptar. Ky njeri e ka shit Shqipërinë zotëri. Dhe bashkë mund të flasëm dhe të bëj analizën pse e ka shit Shqipërinë. Unë e njoh mirë kush është Edi Rama, unë e di kënaqësinë e tij ku shef një njeri në nevojë, vetëm që ti bëj kur ishte në opozitë, kënaqë kur shifte një njeri që ishte duke vdek për bukë, që ta reklamonte si e keqja. Sot i merën pas kuqan njerëzit i bje me makina të veshur bukur, me administrat, ndërkohë Shqipëria reale, njerëz real, janë ata të cilët punojnë gjithë ditën, u del shpirtin punë dhe nuk u dalin lek me kalu muin. Dhe sondazhet i bën ky. Makiazhin i bën ky. Njerëzit e vërtet nuk janë kujtim që bën Edi Rama. Sondazhet ka në dorë. Vetëm një gjë, zoti Dogjani, vetëm unë e di që je drejt për drejt dhe publiku e di këtë fakt, dhe prandaj pyetëm të bëj drejt për drejt. Gjithë kjo panoramë varfërie që ju përmendni, mos vallë shkon në kontrast me atë që ne dëgjuam pak ditë më parë, një kontratë 6 milion euro, 6 milion dollar që PD shçon. Pra, ky nga një anë kemi një varfëri ekstreme, nga ana tjetër duket një PD shumë e pasur. Po shkon me kontrast, a shkon kontrast me 130 milion euro incineratori i vjedhur, me 430 milion euro koncesionet në shëndetësi. Ajo është çështje drejtësisë. Ne po themi për një parti që flet në emër të varfërisë. A është varfër kjo parti? Një minutë. Me 130 milion euro që e mbylli televizionin Agon Channel Edi Rama për kapriqët e Edi Ramës e Terion Velis, shkoja mbylli dhe sot paguajnë shqiptarët 130 milion euro, pra a mos shkon në kontrast me këto. Unë për shkak të fushatës... Jo, ka bërë përshtypje ju kjo kontratë për shumë, se unë jam i bindur që ju s'keni ditur gjë. Shiko, për shkak të fushatës, unë nuk është se rri gjithë ditën, nuk është se jam mirë informuar, po e kam gjuhë pak nga media, absolutisht çdo gjë është transparente, por 430 milion euro në shëndetësi të vjedhur dhe sot njerëzit s'kanë mundësi për të marrë ilaçet. 130 milionë euro incineratorët, njerëzit vdesin nga papastërtia, nga pluri. Në Tirana është bërë si një burg. Po? E dini që Tirana është bërë si një burg, e ka mbyllur korridoret e ajrimit dritën e diellit, ndërto pallat, unë jam kundër ndërtimit të pallateve. Po çdo pallat duhet të ketë një stol më ul përpara pallatit, një kënd sportiv, ku me lujt fëmijët, jo fëmijët kanë përfunduar duke pirë drogë, është bërë Tirana tamam si burg, merret shpirti. 130 milion euro incineratorët, shkonin në spital sa vdesin nga kanceri. Po ushqimet që ham, e di çfarë ushqime është marrë në Shqipëri, këtu, shiko, Edi Rama duhet shpall armik i popullit shqiptar çfarë i ka bërë Shqipërisë. Je kandidati demokrat më i ashpër që ka ardhur në këtë studio. Jo, e kam sinqerisht. Jo, nuk e di po. Gjuhë e ashpër. Çfarë dëgjojmë rrugës? Ore, të vish me mua ti bosh më jashtë person. Vish, e di sa, 3 ditë me mua.